Rrugëtimi i tij në Big Brother VIP Albania 5 e çoi deri në finale, duke e kthyer Matteo Borrin në një nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni. Megjithatë, përtej garës dhe emocioneve të forta që shoqërojnë një format të tillë, duket se fitoria më e madhe për të nuk ishte çmimi i madh, por një ndjenjë shumë e thellë dhe e rëndësishme, dashuria. Ish-banori festoi ditëlindjen dhe ky përvjetore ka gjetur më të plotësuar se kur pasi pranë tij ndodhet partnerja Brikena Selmani. Marrëdhënia e tyre nisi në një ambient jo të zakonshëm, brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ku çdo emocion është i ekspozuar dhe çdo lidhje vihet në provë, pavarësisht sfidave. Ata arritën të ndërtojnë një raport të fortë që tashmë po vazhdon edhe jashtë kamerave. Brikena është kujdesur që kjo ditëlindje të jetë sa më e veçantë për Mateon, duke i organizuar një surprizë romantike dhe plot detaje të menduara me kujdes. Nga pamjet e publikuara në Instastory, ambienti duket luksoz dhe i ngrohtë, i dekoruar me një hark tullumbacësh me ngjyrë të bardhë dhe gold, pra një pishine të brendshme të ndriçuar nga qirinj, duke krijuar një atmosferë intime dhe magjike, të veshur me shumë stil dhe elegancë. Ata shfaqen duke mbajtur gota vere në duar, teksa ndajnë momente të afërta dhe plot ndjenjë, duke reflektuar qartë lumturinë që po përjetojnë së bashku. Megjithatë, për të gjithë organizimit, ajo që preku më shumë ndjekësit ka qenë mesazhi i Brikenës: "U rritsh me mua". Ky urim i thjeshtë por i mbushur me domethënie është një tregues i qartë se marrëdhënia e tyre është serioze dhe në zhvillim të vazhdueshëm, duke hedhur poshtë çdo dyshim se kjo romancë ishte thjesht kalimtare. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.